Historia tronditse, Ryan u lidh dhe u vra nga babai dhe dy vëllezërit e saj. Vendosur të largohej nga Siria ku shpërtheu lufta civile, Khaled fillimisht pagoi që më i madhi nga 8 fëmijët e tij të kontrabandohej nëpër Europë për në Holland, kur 15 vjeçarit ju dha azil atje ai dhe gruaja e tij dhe pjesa tjetër e familjes Al Nayar. Aplikuan me sukses për të bashkuar me ta dhe pritja ngrohtë nga autoritetet holandeze nuk mbaroi këtu. Këshilli vendor në qytetin verior të Jur kishte një njësi me 7 dhoma për personat me aftësi të kufizuara të konvertuar posaçërisht në mënyrë që familja e madhe të mund të rinte së bashku. U siguruan mobilje si dhe vende shkollore, kurse gjuhë dhe përfitime. Në vitet që pasuan, Khaled do të ndihmohej për të hapur një piceri. Në vitin 2017, historia e kësaj familje model refugjatësh u shfaq edhe në një gazetë lokale. Fotot i tregonin ata duke shijuar akomodimin e ri. Një fotografi paraqiste vajzën e tyre Ryan, në atë kohë 11 vjeç dhe me shami në kokë, duke buzë qeshur, me një mesazh në arabisht nga Kurani. Ndërkohë djali i madh Muhamet vlerësoi mirësinë e vendeve dhe foli për shpresat e tij që ata si musliman të integroheshin plotësisht në komunitetin vendas. Na jepni mundësinë të njihemi me njëri tjetrin, u lut ai. Ryan u vra brutalisht në maj 2024, në atë kohë që autoritetet holandeze klasifikonin atë si një vrasje për nder. 8 vjet më vonë, ajo që dim tani për familjen Al Nayar është po aq tronditse dhe shumë e trishtueshme sepse Ryan, vajza e vogël, ka vdekur disa ditë. Pas ditëlindjes së saj të 18, trupi i saj u gjeti shtrirë me fytyrën poshtë në një përrua të vogël në një park natyror të largët holandez. Me gojë të mbyllur dhe me duar të lidhura pas shpine, 18 metra shirit ngjitës ishin përdorur për të lidhur trupin e saj. Prokurorët thanë se dukej se kishte prova se ajo ishte mbytur, por se shkaku i vdekjes në maj 2024 nuk bëhej fjalë. Me fjalë të tjera, ajo ishte hedhur në lumë ndërsa ishte ende gjallë. Dje vëllezërit e Ryan, Muhannad tani 25 vjeç dhe Mohamed 23 vjeç dhe babai i saj, Khaled, u shpallën të gjithë fajtor për vrasjen e saj. Në një tasht u quajtur vrasje nderi, vëllezërit u dënuan me 20 vite burg ndërsa babai i tyre me 30. Në sallën e gjyqit të mbushur plot, gjyqtarja Miranda Lotz tha, është detyra një prindi të mbështesë fëmijët e tij dhe t'i lejojë atij të ecë përpara. Khaled bëri të kundërtën. Khaled, patriarku i dhunshëm dhe kontrollues i familjes, doli të ishte edhe një frikacak. Pasi vrau vajzën e tij, 53 vjeçari udhëtoi për në Turqi dhe më pas, ironia e ironive, u kthye me vrap në Siri, vendi nga i cili kishte ikur më parë dhe ku mbetet në Arati. Ai u gjykua dhe u dënua në mungesë. Edhe pse më pas Khaled pretendoi në emailët e dërguara një gazete holandeze se ishte i vetmi person përgjegjës për vdekjen e Ryan, hetuesit përcaktuan se 2 djemtë e tij më të mëdhenj ishin gjithashtu të pranishëm.